Prandaj na duhet një fuqi e veçantë në 11 maj. Po ja u përsëris se do t'ishte fatale, do t'ishte vërtet fatale që për mustaqet e kujtim gjuzit ne të humbasim trenin e historisë. Se është realisht për mustaqet e kujtim gjuzit. Gjëja e vetme madhështore që ka në atë kënet madhështore janë mustaqet e kujtimit. Më tregoni gjë tjetër. Më tregoni gjë tjetër. Dhe 2027 është një afat. Pse? Sepse historia e Bashkimit Evropian ka treguar një gjë shumë të thjeshtë. Bashkimi Evropian është një shtëpi pasurish. Dhe dera sa i shtëpie nuk rri hap. Ti mund trokasësh sa të dush, dera nuk hapet. Ajo derë hapet kur të gjitha ata që janë mren, 27 shtete, bien dakord për ta hapur derën. Dhe ata e hapin derën vetëm kur kanë interes ta hapin derën. Dhe sot ka ndodhur ajo për të cilën unë bashkë me të gjitha ata që më mbështesin kam kaq vite që luftoj. Që nuk është vetëm interesi jon që të hymë atje, po është dhe interesi atyre që të na marrin atje. Ama siç ka ndodhur në të shkuarën, ajo derë mund të mbyllet. Na kanë dhënë afatin 2027. Nëse ne nuk i plotësojmë kushtet, sepse ndërkohë këtu vim, shkojmë në parlament, del bufi, dalin kukumjaçkat, shfaqet zhapiku, janë edhe ca nga këto insektet e reja, i keni pa këto? Insektet e reja që janë shfaq në përfush, se ata janë më të mëdhenj fare. Ne nuk mund t'i themi Europës, shiko se kemi ca probleme se na kanë dalë insektet në shtëpi. Ne duhet të jemi super korrekt. Do ta bëjmë këtë, po do ta bëjmë, Dhe për këtë na duhet fuqia.